Përshëndetje mandi dhe përshëndetje gjithë njerëzit që po na ndjekin. Unë jam një vajzë 25 vjeçë dhe jam nga fshatrat e Elbasanit. Nuk dua ta them emrin, më falni shumë. Ne jetonim në fshat dhe ishim pak familje dhe shkonim shumë mirë me njëri tjetrin si komshi. Unë isha nga klasa e 8 kur një djalë i lagjës më thonte gjithmonë që unë do të bëhem shanun si atij. Po kur nuk e besoja. Edhe ashtu si nuk e besova, ashtu ndodhi. Sa ditë duke kaluar ai më shumë më pëlqente. Unë shkolla ai kthen Unë shkoja në shkollë, ai ikte në Greqi dhe kështu kaluan vitet, edhe vajta 17 vjeçë. Ai ishte 5 vite më i madh se unë. Në atë kohë nuk kisha vetë telefon dhe unë merja telefonin e vllajt dhe mbaja me vete. Në punë ku shkoja, punoja punë të fshatit. Një ditë më bie një numër dhe e hapi. Alo, përgjigje më ai mamylli. U sigurua që isha unë. Mori ditën tjetër edhe e hapa e më foli e më tha që amnje. Po i thash njëftë. Po pse më merr në telefon, çka do? Ti e di tha çfarë duan. Unë pak a shumë ta kam thonë se ti do të jesh e imja, më tha. Ndaj sot kam marrë që të them që unë të dua e nuk mund të rri pa ta thonë. Ti je personi që dua të ndërtoj jetën time me ty, kur të krijojmë një familje ku fëmia jonë të thotë mami ty dhe babi mua. Unë ngela pa fjalë për pak çaste, po mendoja mos do më shofi njëri që po flas, mos do hapi fjalë se ndoshta do të tallet në mua. Edhe në vend i thash jo. Pse ma thyn zemrën e më tha, kur ti e di që unë du pa kushte. Lutem i thash, mos e merr më në telefon se është telefoni i vllajt, dhe ti jetë tha. Unë do të marr dhe do i them edhe atyre. I luta që mos t'i thot, kaluan ditët sa më shumë më shikonte i qeshte buza, syri dhe ndjente shumë mirë në praninë time. Unë ju largoja, nuk doja ta afroja. Kaluan ditët dhe po filloja edhe unë ta pëlqeja dhe të më fuste në zemër. Por nuk ja thoja dot. Kishte raste që na pisnin punët bashkë se në fshat i banin punët në grup, por unë edhe pse e pëlqeja nuk i thoja asgjë. Filluan ta marrin vesh njerëzit. Aty fillova më mërzit shumë unë sepse unë nuk doja që të më dilnin fjalë. E takova dhe i thash që tërhiqë sepse po marrin vesh gjithë. Ta marrin tha, unë ty të dua.